Lirdona në qershor të 2023-s ka ardhur enkas prej Suedisë vetëm për të bërë bashkëpronore asoj shtëpie, cilën e kum blerë me të, dhe nga qershori deri në nëntor, unë jo morë vazhdimisht me atë shtëpi që të bëhet gati për banim. Dhe aty banuam së bashku deri në ditën kritike. Sa I përket marrëdhënieve me Kushtrim Kokallën dhe Granit Plavën, unë Granit Plavën atë ditë që u shfaqën ato video, është hera parë në jetën time që kom nejt me Granit Plavën vetë, pa Kushtrim Kokallën. 2 herë të tjera e kom taku me Kushtrim Kokallën, me djalin e dajs, dhe nuk kom pas asnjëherë miqësi apo diçka tillë me Granit Plavën, nuk janë njoh as prindrit, as motrat, as vllaznit, nuk e njoh hiç, shumë pak e njoh, vetëm përmes kushtrimit. As prind, as motrë. Hiç. Kur nuk e kum taku në jetën, as ata mu. Thjesht kemi fol për shëtitje, medal, kështu gjëra.